Ama 0 vota ka pat Armeni? Nuk i ka pat 0 vota, me siguri. Po atëherë sipas kanë Është fjala për 107.000. shembull, edhe tash mos kthehemi prapë te ajo se a ka legitimitet vleni me 107.000 votat, për shkak se unë mendoj se ka. E ka legitimitetin nga shkaku se BDI-ja. Do të thotë votat sipas teje, votat janë të vetëvendosjes dhe lëvizjes për lëvizja europiane për ndryshim, ashtu? Nuk të subjekteve brenda, si që është një pjesë e aleancës që ishte pjesë në Vlen, do të thotë Arben Taravari dhe pjesa e aleancës si pjesë e koalicionit Vlen kanë pat 0 vota. Kështu jetë më thonë. Jo, koalicioni Vlen ka marrë 107.000 vota, Fronti Evropian ka marrë 137.000. Ai koalicioni Vlen përbohet nga 4 subjekte dhe një Bekim Qoku. Kur del subjekti, aleanca e Taravarit, kur del prej Vlenit, 107.000 vota mbeten në Vlen. Këtë më thuaj. Ato votat mbeten të koalicionit Vlen. Si ka ngaru. Sa ai nuk e din sa vota, cili subjekt sa vota i ka aty asnjëherë nuk mund ta di, më kupton. Ama 0 vota ka pat Armeni? Nuk i ka pat 0 vota, me siguri. Po atëherë sipas kanë 107.000.